Në këtë fshat të qetë mes maleve të Deçanit, lindi një djalë që do të hynte në histori. Në tokën ku historia flet përmes gjakut, një emër nuk do të harrohet: Edmond Dabiqaj. Në moshën 22 vjeçare, ai ra dëshmor duke bartur armë për UÇK-n. Në kufirin mes jetës dhe lirisë, ai zgjodhi lirinë. Ishte shumë i ri, por e kishte vendosur me shpirt, nuk kishte kthim pas për Edmondin. Sot, emri i tij jeton në rrugë, në kujtime, në zemrën e një populli që nuk harron. Edmondi si fëmijë, o konë fëmijë i zgjuar, o konë i dashtër, o konë i lidhur me prindët e vet e me familjen e vet, se s'kam fjalë me fol për ta që shokon ky. Edhe kush s'ka fëmijë të keq, po unë po foli për djalin tam që shokon pa. Edmondi u konë i dashur, u konë i guximshëm, u konë i urt. Vallai u konë shkollë, o konë i përmendur për të mirë, ka mësu, e gjithësim konë kohën atë e vështirë atëherë, për shkollë, për tana po. Edmondi ka qenë një nxënës i mirë, edhe ka qenë një nxënës i sjellshëm, shumë i edukuar. Edmondi ishte një djalë i shoqëruar, tip i socializuar, i afërt me shumë shokë të tij, ishte i pandashëm në aktivitetet e përditshme në shkollë dhe në shoqëri. Po si zakonisht në klasë, nxënësit janë të ndryshueshëm, secili ka vullnetin, ndjenjat, dëshirat e veta. Edmondi si nxënës ka qenë më tepër i interesuar për shkencat shoqërore, sidomos për histori. Ishte i motivuar me të kaluarën prej bisedave, komunikimeve nga familjarët, për vujtjet shumë të rënda të popullit shqiptar në periudha të ndryshme. Po, situata na imponu, pa dashjen tonë, por me trysni dhe presionet e padorueshme të popullit serb, atyre ju pengonte çdo gjë që ishte progresive për kombin tonë, për rinin tonë, për të ardhmen tonë, sidomos arsimi për ta ishte një hal në sy. Kështu që ata na larguan prej objekteve tona të arsimit, me qëllim edhe me bindjen e tyre se na do të mbesim parsimum gjenerata tona, por me përkrahjen e bashkëfshatarëve dhe qytetarëve tonë, atë qëllim dhe atë dëshirë të popullit serb nuk mujten të realizojë, sepse në mënyrë të organizuar u arrit që objektet e banimit, odat e pritjes dhe mysafirëve të shndërrohen në klasë. Shkollën e mesme kemi krye bashkë me Edmondin në Prelep. Në atë kohë kemi krye në periudha private. Apo kësaj periudhe i takon dhe edhe Edmondit, i cili së bashku me shumë bashkëfshatarë ti, të fshatit tonë dhe të fshatrave përreth, që ishin për të vijuar mësimet në këtë punkt, sepse në atë kohë nga gjimnazi i Vllaznit, Frashin dhe Deçan, nuk ka ekzistuar vetëm një punkt, por kanë qenë disa punkte. Një ndër këto punkte ka qenë edhe punkti i fshatit tonë në Prelep, që kemi pas një përkraje morale nga të gjithë qytetarët e fshatit edhe nga diaspora. Dhe kem pas respekt të jashtëzakonshëm prej prindve dhe prej nxënësve dhe nuk kanë kursy as atë që është më e shtrenjta që kush do t'i përgjigjet policisë nëse ata mirën në fytje pse i keni nshu shtëpit në shkolla, por secili e ka marrë përsipër barrën e vet që t'i përgjigjet serbëve me një guxim të madh, sepse fëmijët tonë janë e ardhmja jonë dhe pa arsimimin e tyre nuk kemi të ardhmë. Kur flasim për dëshmor dhe kur pyetet cili është vlerësimi jonë
edhe qytetit tonë për një djalë të ri, i cili është rrit në rrethana të kohës, me shumë sakrifica, me shumë telashe që jeta i ka pas në atë kohë. Normal që disa njerëz e shkruajnë fatin e vet dhe kur bojnë sakrificë sublime deri te dhënia e jetës për atë, normal që janë njerëz që shtrohen model, djemë që shtrohen model për tjerët dhe e fitojnë respektin, jo vetëm të Deçanit, po të krejt kombit. Shoqër që ka pas djemë tilla dhe vajza tilla që kanë bërë këtë sakrificë, sidomos Edmondi, i cili e thuja ti ka qenë një prej djemëve tepër atraktiv për shkak se unë e kom njoft të i pas dajnë për lep, thuja ti krejt djemë të Bejlepit dhe krejt familjet të Bejlepit i kam njoft. Dhe një fshat i cili ka përqafu luftën qysh në ditë e para dhe nuk ka qenë e lehtë sot me kërr e na pritojmë me shku Shqipni, me shku kam Shqipni, me hek tonat të vujtje dhe tonat rrugë për me sjell një pushk dhe me sjell municione që lufta me vazhdu. Për pas që ka qenë rrugë e vështirë, ka qenë rrugë cila në momenti kur i përshëndet me prind ose me familjar e ki pas fatin e shkrum që kur kush nuk e ka ditë a ka më shku dhe a ka më kthy në destinacion. Edhe familjet janë të kësaj natyre, domthonjë kur kanë pranu me dërgu një djalë për me marrë municion ose armatim. E thuja ti janë përshëndet për herë të fundit me ta sepse nuk e kanë ditë, nuk ka pas siguri që a kthehet djali tyne ose vajza tyne në zhirin familjar. Mirë për kë ka qenë çmimi, ka qenë gatishmëri e Edmondit, e shokëve të Edmondit, e shumë bashkëluftarëve tjerë, të cilët janë rënë në përprita dhe rënë me kufi me qëllimin e vetëm për me e pru armatimin dhe municionet me pru për bashkëluftarët e tyne dhe me vazhdu luftën deri në çlirimin e këtij vendi. Unë kam fjalë veç miradije për ta, ndjej keqardhje për familje, se kanë lup një djalë shumë mirë, shumë të edukum, dhe edhe në moshë shumë të re, por familja duhet me qenë shumë krenare, që e ka pas mundësin me dhona atë djalë për vend vetin. Liria pa gjak nuk vjen. Ka qenë shumë i djalë i lëvizshëm, djalë i mençur, djalë e trim. Me gjithë mundi u një luftetar i fort, i djalë i urtë. Unë për veti për Edmondin kom shumë gjatë me fol, se jone po këtë fshatër kemi njoft një djalë që ka qenë një djalë shumë advetar, një djalë shumë i mençur, një djalë shumë që e ka disht këtë vend. Edmondi ju ka bashkangjit ushtrisë shtirimtare, kur qatë ditë si në ra Gdhëgjani se kanë pas luftën, si o fillu lufta në Gdhëgjan, kjo shkue me të plët dëshirë vetën dhe ju ka dalë ndim. Përgjithsi pleqve, plakave, shka ko njerëzim, ju ka nimu, ka liftu me ta, ju ka dalë ndim, kur shtave kom thonë ku ke njën, ka kesh në Gdhëgjan, se qështu mi hanë për harë se fillaj lufta. Ashtë non harë paqë, ka dhe mu mësë më lëvëre, ka lajki dhe dhe tjerë, ka kja o luft, nuk djetë kush pështanes, kush shkan, pa liftu, qare nuk është, unë e tanë tjetë kush umen si mi djent një unav. Tu e pa gjendjen reale të viteve 98, sidomos edhe për para, edhe në basë rastit e betejës e 24 marsit të Gdhëgjanit, lirisht thamë se të gjithë, jenë ku unë më të pregaditën psikisht qysh mi marë hapat e parë të jetu armatosja e si qëllit person që ka qenë në gjendje për luft. Me Edmondi mi kush shumë bindën që nuk dhe të ketë liri pa gjak. Edhe ka qenë një shumë optimist, ka qenë një shumë fetar, Edmondi e ku një që ka folë 5 vaktet. Edhe ka qenë një besush, shumë në atë aspekt që ka besu një Zot edhe e vëthejke shpesh, thejke vedre, thejke.
kur e veç fillojmë në 24 mars, thike, ku jemi ka shkojmë edhe me që atje. Edmond, dojmë me shku e veç ta shojmë me fshat, edhe kemë sëdu në atë kohë me komandantin që ka qenë i caktu në fshata me të hula. Po, fuqia e vullnetit nuk ka mujt kush me enala person me kalu asaj dhe karon. Në ardhën e kohës për shlirimin e vendit, Edmondi ka marrë pjesë, sikur gjithë djemt të fshatit për lep, në për çdo aktivitet që kemë bërë roje në për fshat, kemë pas takime në xhami, kemë pas në provodat burrave. U hapë përkushtimi për zgjidhja vetme për mi bo ballë forcave serbe, ishte armatosja për ka se shkuja në Shqipëri për me sjell armatim për vendin tonë, për shlirimin e vendit tonë. Ma fat në i zemë, ma kajtë mu vot të gëp, së ku me ditë si po dënu ma gjithë një ma dishka. E ka bo gati motra vete madhja, me boke, me qante, me pesha, me tana, o përshëndet të një ndirë të aborit me një dhe pe asaj ditë të një desi njëva se e vranë kajtu në mjeta apit. Orë ka thonë motër gjynë, du mu njësë për Shqipni të shku hajli ko bla, edhe ta bëma do buk, jem që ja kum bo, ja kum përgadi qanten, edhe u shku me shok vetë, jem dali kum për cilë dhe i ndrungë. Ditën e mram, veç e arsa, unë e ika shkova për Shqipni për armatim. Ditën e mirë rruga marë, edhe jenë nisë. Jenë mos bashti me shok, jenë nisë për Shqipni. Si grup, posaçërisht edhe Edmondi, lavdi post me gjithë tjertë. Para si me shku me Shqipni, 2 netë e mrama ka flet me djallë blavt. E pritshin vetëm momentin edhe organizimin si kur me shkuar. Sa s'knasi kanë pasa, visi madhe i Zot e din. U vendos që të organizohen për furnizim e armë. Atje atë vendim e morën në mënyrë shumë të shpejtë dhe nga fshati zbashku edhe me një bashkëfshatar të fshatit tjetër, dikun 67 janë nisë për një furnizim me armë prej Shqipërisë, sikur duke qenë të shkuar në darsëm si krysh. Aty kom pas fatin edhe unë që me një kombi bus prej fshatit e deri në fshatin Voksh, për mes fshatit të Thrabregut, për qendër, kemi shku në mënyrë të pa friksume deri në atë fshat. Aty kanë zbrit, janë bashku edhe janë nisë për të realizuar qëllimet e veta me bindje se atje do të shkojnë në një vend ku do të zgjedhin armët çfarë aty në ju pëlqejnë dhe të përgatiten për me i përdor ato armë kundër armikut. Në mesin e shumë djemve dhe vajzave të cilët kishin shkuar në Shqipëri, ishte edhe Edmondi që kishin shkuar bashkërisht 67 qytetarë të fshatit tonë për furnizim me armë në Shqipëri. Pari është kujtim i gjithë aty në shokëve që kemi marrë pjesë në luftën shqiptare për shlirimin e vendit të vitit 1998. Unë si bashkëluftëtar i Edmondit, i gjithë në shokëve bashkëfratarëve të minë për lep, kemi edhe fimesh jashtëzakonisht edhe të dhëshme gjatë asaj kohë, po kemi edhe përjetime me krenari e me nderë. Edmondi ka qenë një ndër djemt që me mosh kanë qetë matri. Po vullneti i madh, vullneti edhe ideali mi luftu pushtuesin okupatorin nuk e ka lënë qetë. Shkama kryesorja, organizimi ke shumë me numër shumë i madh, jo veç fshatit për lep, po edhe gjitha fshatër për rreth Deçanit. E numri i madh nuk e kem pas mundësin të marrim armatim sa kem pas arsye dhe nevojë. Mjerisht
me do pare vetanake të fshatit që i kem pas edhe personale. I kemi ble do armë të krahut edhe municione shka kem mujt me siguruar. Me 23 prill vitit 1998, 67 bashkëfshatar, jemi përgadit me shku mu armatos në Shqipëri. Konkretisht në Tropoj, ku dhe u armatoshin grupe tjera cilat ishin shku para nesh. Prej fshatit 2 kanë qenë para neve, grupa ma madhe, na kemi shku. Organizimin e kemë bo në fshat afër xhamis, ka ora 13, që shëkujtoj, me automjete kush që shka mujt më organizu në ka ndërgu dhe në fshatin Vëksh. Aty kemë fillu marshimin kënd me shku në Tropoj. Gjitha peripeti që i kemë përjetu rrugës, bore ftofte kemë arrit në Tropoj. Po dhe në Shqipëri, gjatë kohës që kemi lajt, ka qenë jashtëzakonisht ka qenë ditë vështira. Kemi flajt jashtë objektit të Kulla Saliberishës. Atje kemi banu trinet, jemi armatos. Lufta veç në Baballaq ka fillue. Edhe na u ka duft komplet mu nis. Pe atjet me 26 prill jemi organizu komplet edhe jemi nis knenen. I kemi marrë disa persona atje me na përcjell dhe në pikën kufitare. Aty në përshëndet na me atë përcjellsin, edhe kur jemi bashku, kem fillu me rrugën në pjesë të Kosovës. Fillimisht një farë ledine e madhe, atër kem vazhdu rrugën, e kem kaluar e Nikun, edhe kur kem arrit një farë qafe në afër vendi quajtur Stërgon, aty ka pas probleme shëndetësore, ju kishin shfaq muj Mazrekaj, i cili ishte me neve, edhe o shtull me pushu, tha unë e djem, tha nuk muj mo me vazhdu, tha si më keq. Muj Mazrekin e kënë vetë për orë sa është ora. Edhe u shikin në akrepat e këta në 2:20. Mundin e kumë pot në atë, edhe ka ecë për pani, mi konë ka 2 metra lërgas, 2 gjysë që ashtu, kulon. Nash ka ishim për para duke i pri kulons, thamë përshkujmë për vazhdojmë pak terenin. Edhe ishim tash një 5-6 që ishim për para, unë, Hoxha, Sadria, Hajdari, Arif Tola, Femil Hula, toni mi konë që ka shkojmë i vazhdojmë pak terenin. Edhe ata veç e nalë, me thonë e nalë mjaft 3-4 metra mineva aty, edhe na ku kemi shku për para aty, kemi has një uniform, një ushtari që ishë shumë terra, nuk pushim i vrejt që shkasht, ashtë ushtar serb, apo është ushtarioni që ka dalë me në Afrikë. Hajdar, ja bëj pyetje, thash, shkasht ka buhet, qa ka, më thot, dishka nuk në regull. Edhe unë e kom zërë shkrepsen, edhe e kom zërë shkrepsen për mi truptina, po nuk la lejke frima mu dhe shkrepsen, edhe vishë dritë që bëj kështu, edhe Hoxha i ka rashkelem, i ka thonë, tha qëllë, tha se nuk tutët, tha ushtari u që kes ka shkollaj. Hoxha ka provu me shtifi e fishekin tyt, atër kanë fillu të shtënat për i tanaonve për i prit serve. Hoxhën e ka vëllë. Qaj ushtari që ka qenë që aty, në qatë minut e ka vëllë Hoxhën, unë Sadria, Arif Tola, Hajdar Dabici, këta veç i mishtra për tokë, edhe kem fillu gjutjet nga i tyne. Mjerisht nuk kem pas kontrol mu në grupë, mas rafaleve të para. Unë me Sadrin kemi kalu drejt, në qëtë pozit ku ishim kemi kalu të poshtë. Edhe na kem kalu kulonin e parë, të farë, si mi thonë, kordonin e parë, që ishim të nga prit neve, na kem kalu. Edhe i shishim
për mas tyne ishim dole dhe shishim ata që fargjujtjen ka bojnë për pjetë dhe ka ushtarë tonë, edhe unë me Sadrin pej mosit tash të gjujshim pej tyne. Por na tash ty i herë një pozit, kemi ra në prit dytë, që prita dytë ka qenë, ty e prit me s'përvjet dikush pej fshatit vakshmi se mua ata dhe këshin zorë ata pozitin tash një pritën e dytë. Edhe në qëtë minut, kër e kemi vrejt që o prita dytë aty, ka gjujtë Sadria. Ata pata këshin qenë ka 4-5 metra ushtartë largune për njoni për tjetët. Edhe se kanë hetu që ka gjujtë Sadria për tyne, ata e në këthy edhe kanë gjujtë për Sadris për njëherë, edhe Sadrin ma kanë vra dhe që aty për njëherë dhe Sadrin. Unë e tashti i jëmet në mjezë 2 ushtarve. 4 metra diferencë ishim me ta, edhe ishte i lesë shumë i madhe dhe e kom zurë pozitin ka qaj lesë. Edhe tashti e më kanë hetu edhe ata mu edhe më kanë gjujtë edhe mu. Edhe unë im ka gusë, në 4 pjesë kom marë pluma, edhe tash më gudzisha asë me bozoa se sam, edhe me në jemi që hajtë se pluk shko gotë e vdesë dhe nuk e më hetuin. Edhe kur kanë fillu ata me elektrik me hije, me do dritave zulluset loja me hije, edhe me në halakot me i kërku ku janë, kanë hasën mu edhe kur artë unë më ka kapë mu e. Një oficer ushtri e këshin, edhe më kanë qitë në ledin, i ku një fa ledin e madhe, ku e më dalë ledin aty, e kom gjithë Fadil Dabi që ka qenë i arresturi, këshin pra me në ledin, është e kanë pru Armen Mazrekin, edhe e kanë pru i Selatifin të katër. Tashti, këtë ishtë të ne stresi me këqy, kom të pibin tashti pej dvrale, se menja e me ka qenë që pej 67 ushtarë që kemi qenë, vesh letë 4 pas kem pështu edhe të gjithë tjetë të kënë vra. Sa ku qeq prit e madhe, sa ku shumë zarë me pështu në atë minutë. Po falë ushtarëve tonë që kanë qenë, shumë që kanë qenë edhe ishë ushtarët i Uslavisë, asi kanë qenë shumë me përvojën këto sene, kanë ditë edhe me gjujtë edhe me u tërhekë. Edhe kur kanë fillum, tash të mi bajtë ushtarët e vetë, që kanë qenë plagosën e dvranë ushtarët e tyne, i kanë qitë ja 4 dvranë, edhe nja 5 plagosën, që atë ofër neve i kanë pru. Edhe kanë pru helikopterin shpejt, i kanë tërhek plagosit, i kanë pru helikopterin tjetër, i kanë marrë edhe dvranit, edhe i kanë largu për atyhit, edhe tash ti, unë e po këshy tash ku përne i bindë vranë tonë, që disha që numri vranë e tonë ka më kunë 50, që mas mendimit tam ka qenë. Edhe nga kanë tonë, hade tash me shku me i tërhek ju dvranit. Edhe kër nga kanë marrë me shku me i tërhek, ajo ka qenë vdekja jonë për zjallit që thujnë, se nga kanë qunë mas pori, e kemi marrë haqën, e kemi qitë ledin, unë isha i plagosën, nuk mu isha me kapë kërkon, po nuk uzëshin me mlon aty edhe më mërshin ka shkëshin me veti. E kemi marrë Sadrin, e kemi marrë haqën kër e më shku, edhe unë e kom pas, Edmondin e kom pas në atë aspekt si vlasë, unë im kun një, dhe më thëjt, rritën me ta dhe kër e më shku po marrë, e kom pa edhe trupin e tina që ka qenë i vranë, ajo ka qenë një vdekje shumë rronë për mu personalisht, se e kom pas shokin me të ngushtin, se më thëjt të asaj kohë. Tre janë vra Edmondi, Hoxha, Sadria. E një djari dajs, edhe më tha, vëlla mi hanë vënë e forta se qështu kanë vra. Ma përjetimi i ronë dhe qaj se për vënd se kukush nuk e din shka është me tonë si të vra për shemull djali. Unë nuk kondit dë sytë më doken si mu që rrunë edhe vesht më në shenin. Kur kanë dëgjue që ka ra dëshmor Edmondi, kam qenë shumë e dëshpërume. Ashtë shumë vështirë me përmet këtë moment. Unë e kam bo këtë rrugë, e thuj ati ka marrë për Shqipnirë një ditë para Edmondit dhe para grupit të Prilepit, që fatkeqësisht kanë rënë prit, dhe e di rrethonat, e di kushtet, e di lodhin që të kaplon, ma në është një farbullneti e ekur që të shtën me jesë për para, dhe ti lodhën një raskapitun mirë, po je plot shpresje, plot motiv. Vetë kërru këtim, vetë kjo figure Edmondit dhe bashkëluftarëve tinej e spjegon komplet vetën.
e shpjegon figurën e madhe të herojit kombit, mirë po e shpjegon edhe këtë figurën në rast se mund të më quajt të modelit që duhet më marrë për breza tjerë. Ku ke marrë në fshat, jemi taku me gjithë bashkëtarët, me gjithë ata udhëheqësa që kem pas, me komandant Halim Tolën, me gjithë shka kanë qenë paka shumë si më shkon të organizume në atë kohë. Sakrifica është një prej e vërtytave që Edmondi e ka pas. Unë nuk di që ka diçka më të shajt ose ka diçka më të madhe e përtej me bo sakrificë jetën tome për një çështje tepër të madhe. Do thotë nuk ka nevojë ndoshta me pas një simbolik tjetër, nuk ka nevojë me u shpjegu kjo simbolik, është gatishmëri me vetdije të plot, me vullnet plot, që me mritë qëllimi me e fliju vetën, drejt atij qëllimi domthon është diçka tepër asaj tepër mandashtuar, nuk përshkruhet me fjalë, nuk mundesh me shpjegu. To që me kanë pruve djemët, pejgja kohën e kanë pru me kanë lonë në kryq për lepjet, kemi dalë me bashkëtari, kemi marrë, kemi qunë xhami. Ka i kemë varros, jenë arë serb, një kanë gjujt, aty ka pas popullsi me mija vetë. A ditë ka i kemë vërros, këta në kanë arë forcat se edhe e kanë rëfu katunin, unë ta shpituk dhe si po ma marrë dhe për zdekni, kom qitë dhe me dorë, e kom liu. Më ka thonë i sniqit, ta i më të largov gjameta, shka se ti po, se u largun gjinja gjithë kush do i keme ikë, se shpijeti amin me ikë për dhjeti, ta shod shkaki, ta shod djali e kam po mos ki dertë se unë e veç do ta mblojmë e tikim se po tot nasi po ma marrin, e më ka largun ka pështet për gjëks veti, nej, pa ikë se që unë e mbloj për ty ta i ka mej. Edhe mjerisht, o atë ditë mas vorrimit, o vra edhe Bilal Mazreka i fshatit Dranac. Unë se di, nga njerë personalisht mendoj që këta njerëz janë dikon. Po dhe një mesin tonë, jetoj me neve. Është vështirë me kuptu sepse ne jemi rrit dhe gati si gjenerat dhe shumë djemët ati fshatit nuk janë mo. Edhe të fshatra tjerë, shumë njerëz me cilët ki jetu nuk janë mo. Edhe kur ishe familjet e tyre, dyqësh e kupton që s'është edhe me e shkeq, po nuk ki që mi bo. Adin, nështë e mi mësu me i te kalu këto, të thonë, po ja ka vlejt çmimi për lirin, o dasht, mos me konë do djemna do vajza me neve mo. Se di, une nga njëherë jam shumë emocionus për me jep mesazhe për një dashmor ose në emën qytetit ose në emën si pozite kryetarit të komunës tash, sepse i kom pas bashkëluftar këta njerëz. Dhe mesazhi ndoshta më i mirë është që dhe arsoti që ne me jetu me kujtimin për ta, dhe arsoti që rrugën e tyne mos metra të kur, dhe arsoti që ky shtet me ecë përpara sepse jemi bindur që këta dëshmor janë të lumtur nëse na vazhdojmë me perspektive, me prosperitet të zhvillimit të veni, ku edhe familjet e dëshmorëve dhe familjet tjera kanë me jetu me një standard më të lartë. Te funit Edmondi nuk o vra për familjet vetë, nuk o vra për qytetin e vetë, o vra për kritë familjet e Kosovës dhe vra për një vend që ne i quajmë shtet. Edhe dëshmorë tjerë për këtë qëllim jenë friju, jenë sakrifiku. Uroj që ne që jemi gjallë, që jemi edhe bashkëluftar tyre, me bu më të njërën për këtë qytet. Jam e krenare, si o shku për këtë tokë, për këtë dhe, për këtë liri, e këta trit, i shadha marë zët, ja ushtin Zotit diturin, e mësojnë, e ecin për parën, e gëzojnë këtë liri tonë, ka do janë, sa jo fliu për këtë tokë, për këtë dhe, veç i shama nuk ja vëqojnë dëm ati, e tonë tjerve, këta tri e ecin për parën. Një popull që nuk e kujton sakrificën e bijve të tij, është i dënuar të humbas lirinë. Edmondi nuk e dha jetën për një histori të harruar, por për një të ardhme të lirë. Sot, në çdo hap të Kosovës së lirë, eci me nder për ata që na dhanë këtë liri me gjakun e tyre.